Mirë se erdhët në Reze Dielli. Sot kemi të ftuar një mjek i cili na vjen nga Kosova. Ai prej 30 vitesh ka sjell për herë të parë në Kosovë dhe në Shqipëri një deg të lashtë të mjekësisë kineze që quhet akupunktur. Është një deg e cila sjell një përmirësim të nevojave dhe gjendjeve shëndetësore tonat. Është një deg e cila funksionon përmes disa gjilpërave të holla, të cilat vendosen në pjesë të caktuara të trupit. Se si funksionon kjo deg, akupunktura, dhe çfarë përfitimesh ka dhe për kë është e përshtatshme, mirë presim doktor Rabit Sadiku. Mirë se erdhët. Mirë se gjitha, faleminderit. Kënaqësi që jeni në Rezen ton. Kënaqësia është e imja, Reze Dielli, energji. Pra, akupunktura, si shtat ju, është një shkencë e mjekësisë që merret me regjistrimin e informacionave, natyrisht edhe studimin e tyre, që organizmi jonë i jep në sipërfaqe të caktuar. Çdo ndryshim në pika, në sipërfaqe tregon për probleme të brendshme në organizëm. Në trupin e njeriu gjenden më se 657 pika. Janë pikërisht këto. Po, këto. Dhe këto pika, si që shikoni, janë të lidhur. Janë të lidhura përmes meridianeve, kanaleve, apo vijave energjetike të cilat pa ndërprej lëvizin, pa energji nuk ka jetë. Do të fillojnë që nga poshtë, shkojnë lart poshtë, dhe lëvizja atyre, nga njëherë kemi obstruksion, apo pengesa të lëvizjes së kësaj energjie dhe vije deri te smundja. Shikuar me mikroskop elektronik, një pikë e akupunkturës tregon se bëhet fjalë për në disa raste më shumë për disa anione apo katione, që do thotë duhet një harmoni për të rregulluar, për të bërë në balans. Pra qëllimi është që të vendosim trupin në balans. Në balans. Dhe duke stimuluar këto pika të akupunkturës, ne arrijmë që në sistemin tonë nervor të dërgojmë porosi, pra porosi për shëndetin, porosi qendrave të sistemin nervor të akupunkturës, të cilat sipas akupunkturologjisë janë shumë më të pasuruara me ilaçe se sa gjitha farmacitë në botë. Truri ka të gjitha ilaçet. Mirë po, nevojitet një dituri dhe një mjeshtri për të stimuluar pikat, sepse janë pika rigoroze, nuk mund të lëvizën. Për shembull, nëse vendosim një pikë, po nuk e vendosë ku duhet, nuk ka lëvizje, nuk heqet obstruksioni apo. Ju normal nga eksperjenca keni mbi 30 vite që keni studiuar, jeni marrë me këtë deg të rëndësishme të vjetër, duke integruar atë, duke krijuar një lloj ure mes kësaj praktike të lashtë dhe nevojave moderne që ka trupi ynë për të shëruar. Në cilat gjendje, në cilat raste mund të përdoret akupunktura? Akupunktura mund të përdoret gati se në të gjitha rastet. Ka disa përjashtime, por gjithmonë duke u bazuar në kriteret të cilat i jep Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila në vitin 1979 ka pranuar akupunkturën si degë të barabartë me të gjitha degët tjera të mjekësisë. Pra nuk mbetemi thjesht e një praktike lashtë, por ka dhe baza shkencore për këtë akupunkturën apo jo? Kjo është mrekullia sepse një teknik apo një trajtim i lashtë është bërë modern. Tani më, sidomos me zbulimin e elektricitetit shekullin e kaluar, akupunktura ka marrë një hovë më të madh të zhvillimit kudo në botë. Në Kinë ekzistojnë shumë fakultete, mbi 20 fakultete të akupunkturës, por edhe në Evropë e Amerikë po se po. Dhe ekziston Federata Botërore e Akupunkturës që është degë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Dhe aty jipen rekomandimet. Janë më se 60 smundje të cilat janë dhënë qysh në vitin 1970 në viteve të 80-ta, por që kjo listë tani më ka ndryshuar për arsye se janë shtuar sepse janë bërë studime shumë të shumta të cilët kanë dhënë prova shkencore se akupunktura është një shkencë dhe ja vlen. Në Kinën e lashtë janë bërë edhe anestezione me akupunkturë. Do të është një rast që e kam parë vetë në CNN kur moderatori apo gazetari është mahnitur me mrekullitë akupunkturës se si pacienti bën ta quaj gjatë operohet në zemër dhe ka vetëdije flet me kirurgun, me anesteziologun. Akupunktura ka një efekt të jashtëzakonshëm në trajtimin e sëmundjeve në përgjithësi, por gjithmonë duhet. Në cilat sëmundje mund t'i përmendim ato? Lunë tension, dhimbje të ndryshme, qafe, përdorin shumë në estetik për... Duke filluar nga dhimbjet në përgjithësi, duke filluar nga dhimbjet të kokës, në thekse, migrena, sepse Organizata Botërore e Shëndetësisë jep 90% jep
garanci me akupunkturë, ndërsa 10% mbetet me mjekësinë perëndimore, kështu që akupunktura aty jep një përgjigje shumë të mirë tek dhimbjet e kokës, dhimbjet e kurrizit, pastaj dhimbjet e gjunjëve, dhimbjet në përgjithësi, dhimbjet menstruale. Ndihmon edhe te probleme të tjera, për shembull largon stresin. Ndihmon te infertiliteti, ka protokole të veçanta të cilët aplikohen gjatë fertilitetit. Dhe po ashtu është edhe tek estetika, siç thotë më herët. Po e përdorin më së shumti edhe tek rrudhat. Tek rrudhat. A do ta zëndësojnë në të ardhmen akupunktura botoksit? Akupunktura ka qenë para botoksit, botoksi doli më vonë, por ta them se akupunktura është e stërmësuar, e stërprovuar, e stërtestuar dhe ka dhënë rezultate të cilat janë krejtësisht bio. Por ne nganjëherë ngutemi dhe dëshirojmë që të bëjmë gjëra të shpejta. Dhe gjërat të shpejta nganjëherë nuk janë aq Nuk zgjasin shumë. Nuk zgjasin shumë. A është e dhimbshme, doktor? A është e rrezikshme? A ka efekte anësore? A është një placebo akupunktura? Si funksionon? Janë këto gjilpërat me maj shumë të hollë, të cilat doktori tha që vinë nga materiale të ndryshme apo jo, në varësi të sëmundjeve dhe trajtimeve që duam të bëjmë? Po, gjilpërat janë të ndërtuara nga metale të ndryshme, nga qeliku, argjendi, ari, dhe të tjera kemi edhe materiale të tjera resorbuse, gjilpëra sferike dhe shumë çka tjetër, por mund të aplikohet edhe pa gjilpëra. Përmes lazerit, përmes rezonancës mikrovalore, pastaj implanteve të ndryshme, ndërsa nuk mund quhet placebo, për arsye se është pranuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe jep efekte jo vetëm ta quaj tek trajtimi i stresit, por edhe tek problemet të dhimbjes, pastaj problemet të ndryshme të cilat me metoda shkencore janë vërtetuar se ndikon. Për shembull, kemi pikat kundër stresit dhe është vërtetuar me ta quaj me rezonancë magnetike se gjatë punktimit të pikave të ta quaj sedative, qetësuese, janë liruar serotonini, endorfinet, enkefalinet dhe substancat të tjera biologjike, të cilat janë shumë më të fuqishme se sa këto ta quaj medikamentet që i marrim ne. Ne do të kemi një demonstrim më pas, apo jo? Do ftojmë një nga stafi. Me knasi është puna ime, unë e dua shumë. Që ju që edhe njerëzit ta shohin si këtë metodë të vjetër e të lashtë. Do doja të dija si përzgjidhni ju pikat ku do të vendosen gjilpërat? Si përzgjidhen? Pas një diagnostike, ta quaj, të cilat kinezët e bëjnë përmes tong, do të thonë gjuhës dhe pulsit. Këto janë metodat e vjetra kineze, të cilët duke shikuar gjuhën, shikon organet. Për shembull, maja e gjuhës është zemra. Nëse është shumë e skuqur, atë ka probleme me ta quaj me zemrën. E mora si shembull, dhe organet janë të vendosura, disa anar, disa në mes, stomaku për shembull është në mes, veshkët janë në fund. Zora trash është afër stomakut atje dhe të gjitha këto na japin një pasqyrë. Por edhe puls diagnoza, vendosja, ne masim disa pulset. Kinezët kanë 28 pulse, të cilat matën edhe organet. Mua më ka ndodhur në praktikën time duke e testuar një pacient dhe them, zotëri, sikur nuk ke veshkë, nuk e kam, sepse veshka... Ju e keni dalluar vetëm përmes pulsit. Pastaj, është shumë e rëndësishme se përmes pulsit mund të zbulohet, nuk po e shpikun, mund të zbulohet ta quaj fëmiu, do të jetë djalë apo vajzë, sepse... Është dhe kjo e mundur? Edhe kjo është e mundur, sepse majta e djatha janë, njëra është femërore, një tjetra është mashkullore, dhe nëse pulsi në njërën nënë është më i fuqishëm se nënën tjetër, atëherë tregon se është më tepër ta quaj fëmiu mashkullor. Këtë kanë bërë perandori i verdh, cili e ka shkruar librin e parë në gjuhën kineze, Huan Ai Dinei Jing. Është një bashkëbisedim i librit, që është libri i parë në botë, që është shkruar për akupunkturë, shpejt do ta them, dhe ai e takon një grua shtatzanë në pallat atje dhe thot djalë, ky thot vajzë, djalë, dhe thot futem brenda dhe lind aty dhe kanë lind djalë dhe vajzë. Dhe thot të dytë kanë pas të drejtë, sepse kanë qenë perandori verdh, ka qenë meritat më të mëdha i ka për akupunkturë. Ka dashur shumë dhe ka shkruar, dhe është shumë interesante të thuhet se të gjitha pikat këtu nuk ka mund njeri të lëviz. Doktor, çfarë mund të dalloni nga pulsim? Mund t'ju ofroj dorën dhe mund të më tregoni se çfarë metode? Duhet 2 duar, zakonisht me 2 duar. Do t'i largoj bijut? Jo, pak. Jo, kështu të lutem, kështu. Prometër është mirë, po pak pulsi është pak i përshpejtuar, po jo shumë, sigurisht ndoshta
Nga ritmi i Jo, po, bisedës. të gjithë moderatorët... Përveç pulsit dhe përveç rajës, se këtë mund ta kuptojmë dhe ne. Mund ta kuptojmë, po sigurisht, sepse pulsi ka ato numërimet e veta, varësisht edhe nga forca në shkollë, është normale, është mirë, nuk ka diçka shqetësuese, por që duhet kohë më e madhe për ta dëgjuar, por tani janë zbuluar disa pajisje të cilat e studiojnë dhe japin sikur që siç është EKG dhe ajo është për puls. Ayurveda merret më tepër, është një trajtim ta quaj indian, i cili tregon më shumë. Siç është akupunktura, është dhe refleksologjia, edhe ju e keni, le themi, përvetësuar në dietë tuaja. Kemi parë shpesh që disa pika në të cilat mund të veprohet dhe të ushtrohet presion tek duart e njeriut, mund të ndihmojnë në lehtësimin e stresit, dhimbjet e kokës. A është e vërtetë kjo dhe si ndodh? Po, patjetër, refleksologjia është një degë e akupunkturës. Zakonisht bëhet tek duart dhe këmbët dhe shputa në kryesi. Dhe shputa është shumë e rëndësishme dhe në shput janë të gjitha, ta quaj... lidhja me organet. Organet dhe kanalet dhe energjia është shumë interesante se vjen nga poshtë lart. Ne mendojmë që nga lart poshtë, mirë po nga poshtë shkon lart. Nga poshtë themi shpeshherë tokëzimi, që ndrojmë zbathur, gravitacioni e gjëra tjera. Duhet të ecim sa më shumë zbathur, sepse duke ecur zbathur ne stimulojmë qendra të ndryshme pika të akupunkturës, sidomos në mundësitë kur janë të mira në det, pastaj në pyll, në bal, sepse bëhet stimulimi i këtyre pikave apo zonave refleksologjike dhe është mirë që ne të dim disa gjëra për t'i trajtuar nga njëherë edhe vetë këto ta quaj këto pika. Në shtëpi, po, çfarë mund të bëjmë me duart, me për shembull, do të ishte mirë shumë menaxhimi i stresit. Janë dy pika shumë të rëndësishme, siç është pika kjo pika perikardiash quhet, është 3 gishtrin. 3 gishtrin nga... Dhe mesi, këtu janë 2 tetiva dhe futët gishti këtu. Zakonisht në gishtin e madh bëhet, pastaj njerë shtëngot ajo dhe pastaj bëhen disa lëvizje nëse kemi stres, në nevojitet të nxjerrim energjinë, të tepruar mlefin, brengat, problemet, duhet shkojmë në krahun e djathtë, të në anën e djathtë, dhe zakonisht bëhet 1 deri në 3 minuta. Por kemi një pikë shumë të rëndësishme, mund ta mund të shpjegoni dhe mes 2 vijave, nëse mund të shifet këtu. Tek viza e dytë. Tek viza e dytë këtu. Dhe zakonisht pikat e dhëmbin, domethënë ka ndjem një dhimbje të vogël dhe bëjmë shtypje, zakonisht 1 deri në 3 minuta. Kjo ndihmon shumë në ta quajmë menaxhimin e stresit dhe por kur ke mundësi më të mëdha të kombinosh me frymëmarrje, frymënxjerrje, këto që janë edhe 656 ajo sekondshi. Po. Unë e bëj një tjetër, sa më ka mësuar në Indi, një tjetër ushtim që është më i thjeshtë dhe më i kapshëm, do thotë bën frymëmarrje thellë, pushon 3 sekonda, pastaj bën frymënxjerje, po natyrisht ka shumë rëndësi gjatë frymëmarrjeve, se i shikoj shumë se unë kam sjellur edhe jogën në Kosovë, se kam qenë në Indi dhe kanë qenë edhe jogistët në Kosovë pas tufte. Aty duhet edhe koncentrim, nuk është vetëm frymëmarrje. Mirë po, koncentrim dhe duhet të meditosh, sepse gjatë frymëmarrjes duhet thuash se unë po marr aerojone, po marr energji pozitive, e kjo energji mua po më ndihmon, do të komunikosh me trupin tënd dhe kur ta heqësh do thuash unë e hoqa mlefin, brengat, problemet, gjitha ato të këqija. Kështu që është më mirë vepron në këtë formë sepse lidhet direkt, sepse në yoga dhe në përgjithësi mendja, trupi dhe shpirti janë të pandara. Duken si absurde, po janë shumë të vërteta dhe japin një lloj lehtësimi tek individët të cilët i praktikojnë. Me apo pa meditim, ne nuk dim të marrim frymë, doktor. Duhet të marrim frymë thellë, të furnizojmë trupin, të lehtësojmë organet, të furnizojmë trurin me... Ja një shembull i mirë nga e kaluara nga populli shqiptar, për shembull, kur ke të dëguar dikuj një lajm të hidhur, ta quaj, dhe thot, shembull, ka ndodhur diçka keqe, dhe thot, çfarë pas ka ndodhur? Pra, e nxjerr ato të keqen. E nxjerr të keqen. Dhe kjo është ajo një nga format që mund të lehtësohet, sepse psikologët e përdorin shumë me të madhe këtë formë. Patjetër, është ndër rekomandimet, e kemi dëgjuar shpesh të jepet si këshill për individët që ndjejnë ankth, presion dhe stres. Ndërkohë, më trego pak, doktor, si ka mundësi që përmes kësaj presimi, akupresurës që ne ushtrojmë tek duart apo tek shpotat e këmbëve, të lehtësojmë dhe të japim gjithë këto informacione përfituese. Pse ndodh kjo? I kemi të lidhura me organet edhe këto qendrat? Në trupin e njeriut gjendet 12 meridiane, kanale, apo vija energjetike ku qarkullon energjia. Se thash më herët, nëse ka... Po, ta shpjegojmë dhe me sigurën. Janë 12 meridiane dhe nëpër këto
në për këto meridiane kalon energjia. Dhe nëse kemi për shembull këtu, për shembull kemi obstruksion, mirë po, mjeku akupunkturolog duhet t'i di pikat lokale, sepse zakonisht shkojmë me të pikat kur kemi dhimbje, zakonisht organizmi dhe truri e lën vendin ku ka dhimbje që ai vetë të menaxhoj. Por shumë të në rasteve nuk mund të menaxhohet dhe kërkon ndihmë nga lart. Dhe kur kërkojmë ndihmë nga lart, ne duhet të dërgojmë mesazhe në sistemin tonë nervor për të liruar, për të liruar ilaçet dhe pastaj ato udhtojnë deri te vendi i smur. Mirë po, nganjëherë për dhimbje të kokës ne bëjmë punksionin në mesin gishtrinjeve të këmbës, siç është pika stomak 44 dhe ajo ndihmon për eliminimin e dhimbjeve të kokës. I bëhet një shtypje apo një masazh? Bëhet shtypje, masazh apo akupunktur, apo me pajisje elektronike, tani ka mjaft që bëjnë edhe akupunkturë elektronike. Dhe për shembull janë pikat lokale, distale dhe pikat influente quhen, ka shumë pikat të cilat bëhet paraprakisht bëhet një diagnostik dhe rregullohet se cilat pika. Mirë po për njerëzit që nuk i dinë këto, është mirë që të bëhet një presion, një shtypje. Nëse nuk din se për çfarë bëhet fjala, atë vetëm e bën shtypje, nuk e lëviz as djathas as majta sepse mund të bësh keq. Pra, kjo shtypja këtu? Bravo, këtu është pika kryesore kundër dhimbjes dhe shtypet. Dhe po e shtypesh pak më shumë, aty dhem pak. Po, thëmë pak. Për çfarë dhimbje? Dhimbje koke, trupi, me çfarë është lidhur kjo pika këtu? Indianët këtë zonën këtu thonë se është zona më e rëndësishme në trupin e njeriut. Për arsye sepse pak këtë gishtin që kemi nuk mund të punojmë, nuk jemi pianist, nuk mund të shkruajmë poetët e gjithë, e lidhin pak edhe me filozofi, mirë po është një realitet sepse nga këtu tani kanë filluar të bëhet edhe ta quaj medikamente me akupunktur ipen, nuk ipet më në gluteus, ta quaj gjilpërat, po vendosen në një zonë për të përshpejtuar mjekimin, sepse ndikon më shpejt. Po kjo presioni këtu në mes të pëllëmbës nga brenda? Po edhe kjo është pika perikardet, që është një pikë shumë e rëndësishme, po ashtu, kjo është për një disponim më të mirë, për të qenë pak më të lumtur dhe ndikon shumë ta quaj në rritjen e serotoninës, gjithashtu në kombinim me pikën ekstra 1. Po kjo pika këtu? Po, kjo pika indiane. Indianët për shembull e kanë... Po indianët nuk e kanë vendosur rastisht për bukuri, po kanë vendosur për të treguar se kjo është qendra më energjetike në trupin e njeriut. Zakonisht këtu ne bëjmë punktimin e pikës ekstra 1 që quhet dhe ajo ndihmon shumë në përgjithësi për shirimin, për ta quaj për rregullimin, furnizimin e sistemit nervor me gjak, fytyrës dhe jep një pamje më të bukur. Në çfarë mënyrë? Ne duke bërë një masazh, unë do t'i preferoja atyre që na ndjekin që ta ulin kokën përpara dhe ta godasin disa herë, shumë herë ta godasin, që të koka më e ulur dhe pas goditjes 2-3 minuta të ngritin avash ta quaj kokën lartë. Dhe kjo ndihmon shumë në koncentrim të thellë, apo në lodhje, pastaj është ajo lodhja dura kur shkruaj me kompjuter, zakonisht lodhemi shumë dhe më është bëhet një lëvizje kështu, mbahet disa ta quaj 2-3 minuta sa mundemi edhe, po nuk guxojmë shpejt ta lëshojmë, po duhet avash. Edhe një relaksim dhe mund të fillosh prap punën. Ka shumë metoda të ndryshme relaksuese, të cilat ndihmojnë shumë dhe janë të domosdoshme për një jetë ta quaj siç e bëjmë ne tani të ngarkuar me plot punë. Do doja shumë tani që të demonstrojmë pak këto gjilpërat dhe këto gjilpëra do t'ja vendosim Albanës për pjesën e qafës. Në rregull. Rikthehemi shpejt. Personi që do të provoj akupunkturën me doktorin është Albana, nuk na flet dot, e kemi shtrit direkt. Era parë që nuk flet dot, por nuk ka problem. Tani do t'i tregojmë publikut se si vendosen gjilpërat dhe arsyeja pse ka zgjedhur Albana ta demonstrojmë këtë pjesë të akupunkturës është dhimbja e qafës dhe kjo pjesa e gungës e cila është në mas të popullsisë, doktor. Na ndihmon akupunktura në këtë pjesë? Po, ne kemi patur shumë raste me të cilët shumë shpejt është zvogluar, ta quaj kjo, e ngritur atë që është këtu afër, sepse bën edhe probleme të tjera, janë lidhen, akumulohen disa enzime që kanë efekt jo të mirë për shëndetin, dhe ne përzgjedhim disa pika lokale këtu, të cilat vendosen me kujdes. Dhëmbin? Nuk dhëmbin fare. Përgatitet lëkura për t'i vendosur? Pastrohet lëkura, pak vetëm sa për ta pastruar, pastaj vendosen gjilpëra sterile. Çfarë materiali kanë gjilpërat? Gjilpërat janë metalike këtu, janë nga qeliku, të cilat nuk thehen, lakohen, por nuk thehen, nuk kanë ndodhur të thehet, nuk ka ndonjë rast, mund të ketë ndoshta ta quajnë në histori, po jo. Dhe këto gjilpëra rrin
gjysmore, do 30 minuta. Do t'i mbajmë gjysore. Gjysmore, po. Dhe filloj me njërin, apo? Po, patjetër, ne sy e vesh për t'ju parë? Ja. Të dhëmbi, Albana? Një shenjë gishtin, jo po? Do të vendosen disa, rreth të quaj ruazave. No, Nuk dhëmbin, më thuaj të vërtetën. Jo, thot, nuk më dhëmbin. Spaku 10 po i bëjmë. Cila është pjesa e trupit që këto dhëmbin më shumë, që i ndjen pacienti më shumë? Janë tek gishtrinjit, këto këtu dhëmbin, dhe këto përdoren shumë herë tek histerit, tek problemet të ndryshme shëndetësore, në gjendje komatike. Kemi pikën më të dhimbshme në trupin e njeriut, që gjendet të shputa kidney 1, quhet, dhe aty ne nganjëherë mund akupunkturologët, jo unë, kanë nxjerrur dhe nga koma të njerëzit, për arsye se është përdorur në kinën e lashtë. Ka dhimbje apo jo? Deklaroj me zë, nuk ka dhimbje. Doktor, për fytyrën, po në fytyrën, në cilën pjesë dhëmë më shumë? Unë për vetë them se nuk dhëmbin fare, po dikush varet nga toleranca, sepse është individuale, nuk mund t'jetë një lloj, pastaj edhe frika, si shtati pak më herët, edhe efekti psikologjik. Mua më ka ndodhur një ushtarak i NATO-s, erdhi dhe u djersit, nga sikleti nga frika tha të stop nale, tha se nuk po friksohem me kishte i zhvilluar e gjitha. Po ka në Tiranë më ka ndodhur një e moshuar cila nuk kishte fare muskuj. Dhe unë kërkoja dikun ta vendos dhe thot mos ke merak doktori, vendose se koske fort jam unë. Ka të tillë, kështu që nuk friksohen dhe pse pikërisht në këtë zonë? Ju i vendosët, kështu paralel me njëra tjetrën, përballë njëra tjetrën. Sepse këto janë pika dhe janë rigoroze, nuk guxon të vendosen më lart, më poshtë. Gabimi më i madh se vendosim edhe këtu. Tani të rinjët po vendosin, quhet një metodë dry needling, të cilën e vendosin nëpër mbarje, nëpër fascie, nëpër muskuj për të liruar dhimbjet, por akupunktura ka një sistem kryesisht tjetër. Do të ky trajtim që është bërë enkas për këtë zonën këtu. Dhe siç e dim, cervikalet kanë lidhje edhe me mpirje të gishtrinjve. Ke ndonjëherë mpirje të gishtrinjve? Të këmba. Okej. Dhe prandaj nevojitet një kujdes. Sa seanca duhet të bëjë dikush? Shikoni sa paralele sa është, do të jetë kolaterale, do të jetë një lloj. Një lloj përballë njëra tjetrës. Pastaj kjo mund futet edhe më thellë dhe nuk dhëmë më fare, por që ne nuk i vendosim sepse duhet tamam të jetë thellësia. Jo tregojmë se mund ta vendosim gjelbërën thellë. Pra të gjitha gjelbërat janë në të njëjtën thellësi të vendosura. Sa seanca i duhet një gjendje të caktuar, por varësisht të sëmundjes, të gjendjes për cilën ne për ta rregulluar këtë ngriturën këtu, për shembull, që është nga te kjo cervikale, nevojitet disa seanca. Mund të jenë 6 deri në 10, por jo më shumë, do të pushohet një muaj ditë, një muaj për të shikuar rezultatet se çfarë ka ndodhur me pacientin. Zakonisht nuk ndodh. Pra kaq mbaroi seanca e parë që ndron gjysmore dhe pastaj gjelbërat hiqen, ëh? Po. Ka mundësi të tjera, ta marrë një aparaturë dhe të tregoj se si lidhen këto për ta përshpejtuar. Po kemi edhe aparatura të tjera të cilat janë shumë moderne, po këtë e solla këtu. Mund ta mbajmë. Ja, shikohet. Për shembull, kjo vendoset këtu dhe stimulohen. Por edhe këtu duhet kemi kujdes. Pra përmes këtij aparati që quhet akupunktokstop apo jo? Po. Elektrostimulator mund të themi. Edhe duhet kemi kujdes sepse të rinjët, ata që nuk kanë përvojë, mund të ngatrojnë pikat. Sepse ka pika yin dhe yang. Nëse ngatrojnë pikat? Asikur minusi dhe plusi. Ngatrojnë dhe energjit apo jo? Po, patjetër, dhe nuk ka sukses. Për shembull, zakonisht duhet dihet cila pikë me cilën duhet të kombinohet, ose frikson. E këto lidhen kështu dhe zakonisht duhet për herë ta ndalim në 0, sepse nuk guxojmë ta lëshojmë me njëherë. Më trego kur ndjen diçka. Do bëj 20. Japi një lloj presioni këto apo? Ngacmim të vogël. Ngacmimi. Ndjen? Pra asnjëherë nga krahu i kundërt, të dyja duhet nuk vendosen nga dy krahët, por nga një krah në një drejtim. Po, okay. Ja, ndjen, po për ta përshpejtuar, për të dhënë impulse këtu ka 20 herë që po. Nuk duron dot dhimbje, kështu që e largojmë, e ulim pak. E ulim, po. Thotë kjo është për ta përshpejtuar, sepse një vendosje e gjelbërës është 1 herc. Po. Po ne nëse bëjmë lëvizje, manipulime të ndryshme shtohen hercat, por me është shumë e lartë, thot Albana, mund ta ulim pak. Tani? E duron.
Okej. Dhe varësisht nga toleranca, sepse disa pacientë kanë tolerancë dhe elektricitetit, sidomos ata të cilët i kanë humbur pak ta quaj tonusi i muskujve apo edhe fijet nervore janë të dobta dhe këto ndikojnë për ta. Doktor, për ta mbyllur, cili është rasti më i pabesueshëm që ju keni trajtuar me këto gjilpëra? Unë kam trajtuar di shumë raste ta quaj të cilat ose që mund të jetë më i vështirë për ju. Po kem patur raste, sidomos dhimbjet më të mëdha sipas meje, edhe sigurisht edhe kolegëve të mi të cilët mund ta ndajnë këtë mendim, është neuralgjia trigeminale. Ka shumë pak pacient, shumë pak ka, për shembull në Kosovë ka 10, më shumë nuk ka. Dhe ata s'kan gjetur fare askund ndërman, edhe kanë ardhur, është një dhimbje e nervit trigeminal. Janë dhimbjet më të tmerrshme. As dhëmbe, as asgjë nuk dhe më shumë dhe kemi arritur që t'i qetësojmë. Natyrisht, ajo, mirë po kemi pasur edhe raste të veçanta, siç është singultus, apo i thoni lemza, Lemza? Po lemza me 7 vite, 8 vite. Ndjeshmëri e stomakut, po. Po është një zhurmë që shohet nga, ku ta di unë, është pak e ta shuje siklet të madh në organizëm dhe kemi arritur që t'i trajtojmë shumë raste, të cilat kanë qenë me të vërtetë të veçanta. Por edhe më herët kemi qenë edhe në televizion, kemi ndihmuar njerëz që të ngriten në këmbë. Kanë qenë të paralizuar, ku ta di unë, me një mund të madh, por kam qenë më i ri dhe më human kam qenë atë kohë dhe i kam ndihmuar njerëz me vite të tëra, kanë bërë akupunkturë dhe kanë. Se në atë kohë, po tani? Po tani që s'ka bë. Shumë faleminderit për ardhjen tuaj në studion ton nga Kosova. Ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj që bën me pasion, të dedikuar dhe tek 2 librat për akupunkturë nga doktor Abit Sadiku, prej 30 vitesh në këtë fushë, që sjell akupunkturë për herë të parë në Kosovë dhe në Shqipëri. Ju uroj ditë të mbar. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Ju pres pas pak, do të jemi sërish në rrezën tonë.